Po, përshëndetje fillimisht gjithëve. Unë jam Noa Plana, vi nga shkolla Ndoza Koçajupi, e cila gjendet në pjesën e Bardoshit. Rrugtimi im fillimisht ka fillu nga klasa e 5, ku unë fillova që ta shfaq një interes rreth udhëheqjes si kryetare e klasës, ku pastaj gjatë klasës së 6 isha kryetare e klasës përsëri, dhe pastaj gjatë klasës së 7 hyra edhe në kryesi të shkollës si nën kryetare e parë, ku pasaj gjatë klasës së 8 dhe klasës së 9 u bëra edhe në kryetare e këshillit të nxënësave. Pjesa të qendrit ndoshta ta themi lidera, ka qenë nga fillimi i shkollës apo ka filluar të ngjallet nga klasa e 5 siç e the edhe më herët? Ka filluar të ngjallet gradualisht, dhe sidomos gjatë pjesës ku ne ishim të izoluar, ajo ishte pjesa ku ne ishim gjatë gjithë kohës në televizion, edhe këtu filloi ajo lloj dëshira që të ishe pjesë e botës televizive, ku të kishe dëshirë që të ngrešte zërin për të drejtat e fëmijët dhe të japsh mendime sa më të qarta dhe sa më kreative. Vazhdoj me Eliten. Atëherë fillimisht përshëndetje për gjithë juve. Ju faleminderit shumë që na keni ofruar mundësinë për me qenë sot këtu së bashku me ju. Siç që përmendët, unë jam Elita Sulejmani, përfaqësuese e Këshillit të Nxënësve të shkollës Asim Vogshi. Fillimisht unë si e vogël gjithmonë kam pas një interes në udhëheqje, ka pëlqyer me qenë domethënë udhëheqëse. Edhe kjo dëshirë më plotësua gjatë klasës së 7, ku fillimisht u bëna kryetare e klasës për herë të parë, di që mund të më qenë pak e pabesueshme. Mirë, që fati ishte me mua dhe pas që u bëra kryetare e klasës, që po përfaqësoj domethënë klasën time, gjithashtu kur mbajt mbledhja për zgjedhjen e kryesisë së shkollës, pata fatin që u bë kryetare e Këshillit të Nxënësve, e cila me të vërtetë është një eksperiencë shumë e mirë. Natyrisht i ka pak ato sfidat e veta, problemet që atë mundesh mi hasmi, po me mbështetjen e arsimtarëve, psikologëve të shkollave, stafit drejtues të shkollës, për mua ka qenë një eksperiencë shumë e lehtë dhe mrekullueshme. Pra nga klasa e 7 je pjesë e kryesisë së shkollës apo? Mirë, a mundesh më na tregu çfarë ndjenje ka qenë për ty të zgjedhësh në atë klasë, domethënë në klasën e 7 të merresh një titull ta quajmë të tillë ose një pozitë të tillë? Për mua ka qenë vërtet një ndjenjë shumë e mirë, për shkak se më kanë tepër e vogël gjatë asaj periudhe, dhe pas unë nuk isha për shembull vetë kryetare klasave të 7 ose 8, por për shkak të klasat e 9 të cilat ishte kryetare natyrisht të gjithë shkollës, e për mua me të vërtet ka qenë kështu një ndjenjë e pabesueshme, mirë po gëzimin që e përjetova në ato momente, më duket që kur nuk më mbujt më përjetu më asnjë gëzime, për shkak se me të vërtet ka qenë ëndra më e madhe ndonjëherë. Mendoj që do të kesh gëzimet e tjera, por duke qenë në moshën që je, mendon që ajo është suksesi më i madh që ke arritur deri tani, por besoj që do të kesh suksese edhe në vazhdim. Indra, ju falenderoj për këtë ftesën. Unë jam nxënëse e shkollës Mitro Shkuteli, e cila gjendet në Matiqan, dhe gjithashtu për përvoja time gjatë të kësaj periudhe të jetës sime, unë gjithmonë edhe pesi që kam qenë e vogël kam pasur dëshirë që të hasem që të jem një lidere, me një fjalë një udhëheqëse. Pra kjo eksperjenca ime ka filluar që nga klasa 6 që u zgjedha kryetare e klasës sime, me anë të votave të ndryshme. Gjithashtu edhe në klasën e 8 u zgjedha kryetare e klasës, por dhe në kryesi të shkollës jam zgjedhur dhe kryetare e të gjitha klasëve të 8, dhe më në fund në klasën e 9 jam zgjedhur kryetare e Këshillit të Nxënësve me anë të votave të hapura. Po i përmend votat, i përmende në klasën e 6 dhe tash në klasën e 9. A mundesh më na tregu nëse mban mend për sa vota ke fituar? Për klasën e 9 më kujtohet shumë qartë se kanë qenë rreth 23 vota prej 30 nxënësve, që ka qenë një arritje shumë e madhe për mua, për shkak se kam qenë shumë krenare që qatë shumë nxënës, shumica nxënësve kanë pasur dëshirë që unë të bëhem kryetare e Këshillit të Nxënësve, kurse në klasën e 6, edhe pse ka qenë shumë një ndryshim i vogël mes votave, por prapë për një votë unë fitova, që ishte 10 vota i kisha unë dhe 9 i kishte një nxënës tjetër. Adia, ke pyetje për vajzat? Po, për ty Noa, si është të je një udhëheqëse në klasë apo në shoqëri? Është vërtet një privilegj shumë i madh, më ndihmon shumë në karakter tënd, në anën profesionale dhe gjithashtu të jap një lloj vetbesimi në vete, ta shfaq një lloj natyre që ti nuk e din që ekziston brenda teje. Edhe gjithashtu të ndihmon që me kuptu shumë ma mirë se si funksionojnë gjanat, se si funksionojnë lidhja të rekënshit, procesi mësimore kupton ma mirë, edhe kupton gjithashtu ma mirë lidhjen e institucioneve për rreth teje, si funksionojnë ato, edhe të hap një lloj vetbesimi në vete, cilën është vërtet një kënaqësi shumë e madhe, që të t'jesh përveç se t'jesh një kryetare e klasës, jesë edhe një kryetare e shkollës, e pa marrë parasysh ne që jemi edhe pjesë e asamblesë, është vërtet një privilegj shumë i madh edhe të rrit
të i masë edhe në anën profesionale. E për ty Elita? Po, tash sa i përket kësaj periudhës që përmendi Liria, ka qenë një periudhë vërtet magnitëse dhe kishte qenë diçka shumë interesante për mua ashtu që përmendi Noa. Mirë po lidhem pak të ajo që përmendi Noa sa i përket edhe asamblesë komunale të fëmijëve. Në secilën komunë, po besoj tash me sa kam në informata, ekziston nga një asamble komunale, që është secila shkollë dërgon nga një përfaqësues tyre dhe janë që pata fatin në ato momente klasën e 8, faktikisht jo në klasën e 7, më për shkak të mandateve që shkojnë ashtu, që dimun edhe Noa mas mirë që jemi vetë në asamble. Në klasën e 8 pata mundësinë edhe me shku në asamblen komunale të fëmijëve, edhe me të vërtetë ishte një periudhë goxha e mirë për mua sepse pata mundësi që me provu gjëra të reja, por që përmendi Noa është një eksperiencë tepër e vlefshme, edhe me të vërtetë ja vlen me provu dhe me pas mundësinë apo atë privilegjin që përmendi Noa që jo shumë fëmijë kanë mundësi me shku atje jashtë me provu se çysh është me pas një pozitë udhëheqëse, për shkak se asamblea është institucioni më i lartë që udhëheqet prej fëmijëve, andaj po me të vërtetë është një eksperiencë e mrekullueshme me provu gjëra të reja edhe të rrit në anën tonë profesionale tepër. Faleminderit. E për ty, Indra? Kryesisht e tërë kjo eksperjenca për një udhëheqje të madhe, kryesisht varësisht çfarë udhëheqje që ke, është që ti zhvillohesh vetë në perspektiva të ndryshme. Ti mundesh të jesh zhvilluar në vetë personalitetin tënd, por gjithashtu edhe me njerëz të tjerë. Ke më shumë përvoja sociale, ku ti mundesh me komuniku shumë më lehtë, por gjithashtu përfiton edhe shumë përvoja të ndryshme, varësisht se për çfarë është biseda, por në aspekte të ndryshme më shumë ti. Pra unë mendoj se komplet kjo pjesa eksperjenca e një udhëheqësi është që ti të zhvillosh edhe vetë si person, por gjithashtu ta zhvillon komunitetin që ti je duke udhëhequr në atë moment. Pra është një eksperiencë shumë e madhe që ti duhesh me zhvillu në potencialin tënd më të lartë. Unë sa po e shoh nga ato që ju po flitni, ju jeni lidere të vërteta, kështu që shpresoj që në të ardhmen do të keni pozita udhëheqëse kudo që shkoni dhe çfarëdo lloj profesioni që u zgjidhni. Por po kthehemi pak tek përvojat e juaja të para si kryetare të klasave, sepse besoj që nuk kanë qenë të lehta, duke i ditur që nuk e keni ditur se si të veproni, se çfarë të bëni, si të merreni ndoshta me klasën e juaj, sepse kanë qenë nxënës me të cilët jeni rritur dhe tash për një moment po jeni në udhëheqjet e tyre. A mundeni me më tregu se cila me radhë si kanë qenë ato përvojat e juaja të para? Po fillojmë me Indrën dhe vazhdojmë pastaj deri tek Noa. Kryesisht përvoja ime parë ka qenë shumë ndryshe, për shkak se nuk kam qenë vetëm nxënësa asaj klase, po e kam pasur një përgjegjësi tjetër. Pra ti edhe pse je kryesisht nxënëse, pjesëtare e asaj klase, ti gjithashtu duhesh me pas edhe një përgjegjësi më të madhe. Ti duhesh me kontrollu dhe me strukturu gjëra në mënyrë që ato të vazhdojnë rrjedhshëm dhe të rrjedhin në mënyra më të sakta pa formuar konflikte të ndryshme. Pra kryesisht përvoja ime parë, po unë jam ndjer me shumë emocione të ndryshme për shkak se sigurisht kontrolli është shumë më vështirë për herë të parë kur ta provosh, por gjithashtu mendimin e shumë arsimtarëve me mësimdhënës të ndryshëm, për shkak se ata sigurisht të japin një drejtim se ka duhesh me shku ti në mënyrë që me zhvillu atë potencial, atë udhëheqje dhe që të arrish në një nivel shumë të lartë. Si kam prit klasa kur i ke thënë që duhesh me realizuar diçka të caktuar? Si kanë reaguar ata? Sigurisht ata nuk e kanë prit qaq mirë për shkak se janë mësuar që të shkojnë gjërat në mënyrë më të qetë, në mënyrë jo aq të strukturuar, për këtë arsye sigurisht ata support nuk kanë dëgjuar fare, derisa e kanë kuptuar se me të vërtetë roli im nuk është vetëm që t'ju urdhëroj me bëu diçka, por është që me rregullu dhe me kriju një atmosferë më pozitive, një ambient më të mirë. Unë që përmenda, jam bë kryetare klasës në klasë 7 dhe u kanë hera parë. Domethënë nuk ka një eksperiencë e re për mua, edhe më kanë re në atë fushë, nuk e kam ditë bashkëmin që ç'do të më vepru, mirë po që përmendja dhe Indra është me të vërtetë një përgjegjësi shumë e madhe, sepse ti je tash ti kryesuese e 20 nxënës apo varësisht, domethënë bashkëkonshatar tut, edhe është e vërtetë që në çat fillim nuk e pres në bashkëmirë sepse ti ke për obligim që mbajt një farformë sanet në video, domethënë që përmendja dhe Indra me strukturu klasë, mi pas sanet krejt në rregull. Në fillim nuk është që e presin bashkëmirë, pastaj me kalimin e kohës e kuptojnë ata që me të vërtetë e keni obligim edhe ki synim me realizu që ato, për shkak se është një detyrë që ty tu ka besu me bo. E që përmenda, domethënë fillim u konë tepër e vështirë për mua derisa u mësova nga pak edhe hina në rrjedhat aty në punëve,